Dhe pejgamberi Allahut transmeton Hafse, e cila thot pejgamberi Allahut 4 gjona kur në jetën e vet nuk i kalon. Pejgamberi Allahut nuk e kalon kur asnjëherë këto 4 gjona siç transmetohet në këtë hadith. Nuk e kalon pejgamberi Allahut këto 10 ditë, faktikisht 9 ditë pa agjëru. Dhe pejgamberi Allahut gjithashtu në jetën e vet nuk kalon çdo muaj 4 ditë pa agjëru. Pejgamberi Allahut nuk i kalon edhe gjithashtu e ka pas zakon që çdo muaj nga 3 ditë i dhojnë ditët e bardha i ka agjëru. Amo pa marrë parasysh çfarë ditë preferohet që njeriu 3 ditë në muaj që ti agjeron. Dhe pejgamberi Allahut nuk i kalon kur sunetet e sabahut. Sunetet e sabahut nuk i kalon pejgamberi Allahut edhe kur ka qenë vendas. Edhe pejgamberi Allahut edhe kur ka qenë në udhtim, pejgamberi Allahut nuk i kalon këto. Pra ato që si kalon pejgamberi Allahut preferohet që dhe ne mos i lëm. Mirë po njëri prej neve thot si mujmë ta kuptojmë transmetimin e Aishës që thot se kam pa pejgamberin Allahut asnjëherë 10 ditë duke i agjeru. Ka thonë komentatorët e haditheve të pejgamberit Allahut, pejgamberi Allahut ndoshta në fund të jetës vet nuk i ka agjeru këto 10 ditë për arsye se Afrikë se po bëhet farz e po i obligohet umetit dhe po i ranohet, apo për shkak se pejgamberi Allahut ka qenë i semur apo në udhtim, apo për shkak se Aisha nuk e ka ditë se ka shumë sende. Aisha si ka ditë dhe i kanë ditën qertë shok të pejgamberit Allahut. Pra preferohet që ta agjerojmë vëllezër të ndershëm këto ditë, ditët e Dhulhijhes preferohet që ta agjerohet e në veçanti ditën Arafatit para mendojmë. Nëse agjerojmë dhe bëjmë një matematikë dhe vogël dimëtor, nëse agjerojmë i shlien 24 muaj gjunoja të vogëla, që nënkupton se 1 orë agjerim i shlien ty e vëlla i dashur musliman 2 muaj. Dimëtor, nëse agjerojmë vetëm 1 orë që agjeron të shlien gabimet e 2 muaj që nënkupton 60 minuta me agjeru të shlien gabimet e vogla që i ke bon gjatë 60 ditëve, që nënkupton se me 1 minut agjerim ditën e Arafatit e shlien gabimin e 1 dite. Këtë dhurat dhe këtë mirësi nuk ja ka dhuru Allahu Azza wa Jall çdo kujt, ja ka dhuru ummetit pejgamberit Allahut që të kenë mundësi ata të shlien gabimet e tyre dhe të shlojnë sevapat e tyre. A ka njeri që është një logjikshëm dhe t'i hikin këta ditë që mos të agjeron për Allahun e vetë, mos të ban ibadet s'paku ditën e Arafatit që të adhuron Allahun Azza wa Jall, nga se dita më e madhe, dita e Arafatit